Nuk e di nëse është një ditë si harriqi për Shqipërinë, apo është një ditë vaj e zie, që në një kohë demokracie një parti vazhdo të metet në pushtet për 20-30 vjet. Edhe çka duhet jetë kjo për ne shqiptarët? Dhe nuk e kuptoj. Unë nuk e di nëse votot janë vullneti i popullit. Unë nuk e di nëse numërimi ka qenë i sakt. Unë nuk e di nëse ato që votojnë kanë votu për ata që du me zemër, apo për ata që e kanë dje që është në interesin e tyre të shkurtër për një ditë, për një orë, për një javë, për një muaj. Nuk e di, por fakti është se në Shqipëri me duket është konfirmu që ka fitu edhe herë Partia Socialiste, pra Edi Rama. Unë nuk mendoj, asnjëherë nuk kam mendu që është Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në fushat. Unë gjithmonë kam mendu dhe kështu e kam perceptu që është Rama dhe Berisha. Mirë po, një gjë unë rri dhe mendoj. A do ishte më mirë që të fiton të Berisha, apo është më mirë që fitoj Rama për Shqipërinë dhe kombin shqiptar? Unë vazhdimisht kam thënë që mënyra se si është sjell Rama, jo Partia Socialiste, Rama me çështjen e Mitrovicës edhe çështjen e Kosovës, mund gjanë që Rama në Tiranë dhe kundërshtarët e Albin Kurtit në Kosovë mund gjajnë që bëjnë punën e serbëve. Për sa i përket Mitrovicës dhe Kosovës, mund gjajnë që edhe Edi Rama edhe kundërshtarët e Albin Kurtit në Kosovë, ato bëjnë punën e serbit, ato janë për interesat e serbëve. Këtë mendoj unë dhe mund t'jem gabim. Edhe kështu që ato ishte më mirë që Rama të mos ishte apo që është. Unë them që në planin kombëtar, jo në planin mrena Shqipërisë vogël, është më mirë që është sjell Rama. Po t'ishte kundërshtari Ramës fjala vje, si ka Mema, si ka Marin Mema, apo Elena Kocaqi, atëherë pa dyshim unë do thoja që duhet ishte zhdu ky maskara Rama nga pushteti e të vinte Mema, Marini, duke se haroj emrat, ose Kocaqi. Por në qoftë se ne flasim ati ki Rama apo të vi Berisha, më vjen keq për sa e sa demokratë të mirë të ndershëm. Më vjen keq për unë mendoj që është më mirë që është Rama. Dhe pse? Me Ramën neve na rizikohet Mitrovica. Por Mitrovica i ka azganët e vetë në Kosovë që i dalin për zot, edhe e ka Albin Kurtin. Kështu që do ishte mirë të kishim edhe një Kocaq apo Mema në Shqipëri, apo një Sami Gjog që të mbronte interesat shqiptare anë kanë botës e jo mo anë kanë Ballkanit, por ne kemi Ramën dhe Berishën në Shqipëri. Po qëse Rama është në pushtet vëllezër e motra, atëherë neve Kosovën nuk e kemi shumë problem, sepse Kosovë dhe Mitrovicën ka ku shëmbron. Edhe në qoftë se ata agjendët e serbëve që është opozita e Kosovës do të rrëzojnë me çdo kusht Albin Kurtin që mbron Mitrovicën, unë jam i sigurt që Mitrovica dhe Kosova mbrohet nga çdo kosovar. Mirë po të vinte Berisha në pushtet, ne kemi Gregun të vi i që dërin i marë
jo vetëm detin do t'i jap, po të t'i jap gjithë shka. Ai e mori dhe e futi në sjetull dhe një herë atë kandidatin deputetin e Bashkimit Evropian është ky prap harroj emrat, jo dini që unë harroj emrat, Beleri Çeleshin është ky anti-shqiptari me gjak shqiptari, por anti-shqiptar në shpirt, i kalp nga shpirt dhe nga truri, ky që vrau atë ushtarët e tonë kufi në gjumbi ka vrau, ky që ka djek flamurin shqiptar dhe ka shkel më kom. Sali Berisha bon pakt me këtë maskara. Pra, Sali Berisha ka morë në qaf krejt atë pjesë të mrekullueshme të demokratëve të ndershëm që është në krye, sepse unë nuk besoj që himariotët të ndershëm, jugu i ndershëm është gati të bjerë në atje në qeveri, në krye të qeverisë, një maskara, një spordhjak që është gati të falë Greqisë çdo gjë që do Greko. Edhe ku s'ka kusht t'i boj bau, se ne shqiptarët e Shqipërisë ne e kemi humë atetarizmin, e kemi humë patriotizmin, do të rëngjallet, do të vi, po të ashti e kemi humë. E po doj Berisha t'je jepte dhe një marrë dhe e jepte. Kështu që të paktën Ramën e kemi mik të Vučićit, inshallah Vučići po shduket nga skena politike, po edhe nëse u shduk të Rama i hat trapin Mitrovicës dhe Kosovës, se mbron Kosova. Kështu që më mirë që është Rama atje, për arsye se atëhere po të na vinte Berisha ishte gati t'ja japish Greqisë, jo vetëm detin që i ka premtu, po t'ja japi deri në himar, edhe himaren të bon të greke. Ai maskarasë vetë ka tërgu gjatë fushatës që nuk i dhem interesi shqiptar, nuk i dhem gjaku i kufitarëve shqiptarë që janë pranë nga një krysh greko, nuk i dhem gjyra e flamurit që e ka shkel më kom dhe e ka dek ky maskara, ky krysh greko Beleri, që është me gjak shqiptari, vetëm don karrigën e tij. Ne, ata që do vinë pushtet, do bëjnë me doj mos kompromise me fqinjët tanë. Duhet bëjnë edhe pazare nga herë, kështu është politika, është e poshtër politika, por nëse pazari i bën një të mirë më të madhe Shqipërisë dhe shqiptarëve, por jo të shesin vatanin, jo të shesin kombin, jo të jenë gati ta shkatrojnë dheun vetëm për të ardhur vetë në pushtet. Prandaj nga kjo anë nuk më vjen shumë keq që nuk ka fitu Berisha, por më vjen jashtëzakonisht keq që Shqipëria po metet me një timonier, po metet me një parti, po metet me të njëjtën qeveri. Atëherë pse se bëjmë red? Atëherë pse nuk shpallim redni? Atëherë pse nuk i heqim zgjedhjet, mos bëjmë zgjedhje asnjëherë? Kjo është qeveria, të zgjedh vetë partia, me dha Partia Socialiste, se këto e kë nuk do të vinë në parlament. Mos bëjmë fare fushat, mos bëjmë fare nonën kush bë telefon. Pra edhe një herë vëllezër e motra, unë nuk di nëse duhet të gëzohem ose të hedhrohem, por në këtë ditë zije për një pjesë të madhe të kombit se nuk është lehtë në demokraci të kesh vetëm një qeveri, mos kesh ndryshim në çdo 2-3 vjet. Është pafalshme, është turpshme, është me të ardhë keq. Por nga ana tjetër, me këtë forcë që kishim forcë kundërshtare, jo forcën e PD-s, por se po të vinte PD-ja me kryetarë të tjerë, me agjentët të tjera, atëherë natyrisht që duhet vinte në pushtet. Por kjo vjen po ajo që ishte. Ky nuk është rotacion, ky nuk është ndryshim. Nuk është ndryshimi që hiqu ti të vi unë dhe ti që mund të vish ti. No, duhet vinë ato të rit që drejtojnë si PD-n, si dhe PS. Unë shpresoj që PS-ja ta gjej fuqinë
edhe ta heqi Ramën, por nuk e di nëse ka fuqin, nuk e di nëse populli socialist lejon këta, por Partia Demokratike ndodhet në qoftë se i uroj. Unë uroj që mos ketë rëmuja, mos ketë konflikt, nuk du kur që Shqipëria ime të digjet dhe shkatrohet vazhdimisht, dhe në qoftë se Rama i ka vjedh votat, në qoftë se janë gjendje po t'i ketë vjedh votat, forcat e djathta që ta bëjnë të mundur një votim të dytë për sëritin zgjedhje, dakord, për asgjë s'do të ndryshoj. Vota nuk do vit në ndihmoj neve të fus ty në pushtet. Vota nuk më ndihmoj edhe në qoftë se Rama i ka fitu zgjedhjet për arsye se kryetarin që ata kanë nxjerrë në fushat është non grata, nuk mundet perëndimi të vjerë e t'i boj presion partisë që ka fitu se ka vjedh votat që të sjellë në pushtet një person non grata. Kështu që ka qenë shumë keq kjo fushat, e ka marrë peng Sali Berisha Partinë Demokratike, edhe ai i intereson të vinte në pushtet, se ndoshta ka probleme të mëdha, korrupsioni, vjedhjesh. Unë akoma mendoj që Berisha dhe kushdo që ka qenë me Berisha në pushtet, kur janë vjedh lekët e popullit, dhe pastaj kur piramidat dolen që ishin piramida, nuk është marrë asnjë pjesë e pareve prej atyre që i kanë vjedh të shpërndajnë. Unë mendoj që Berisha është dora vetë e fshet që ka vjedh këto pare. Kështu mendoj unë dhe s'ka burr në botë të më mush mendjen. Por është për të ardhur keq për Shqipërinë tonë që është katëndis prej këtyre dy batakëqive, dy maskarejnjeve, Ramës edhe Berishës, në këtë formë që të metemi gjithmonë këta që jemi një parti që në bën shurën e mutin për sipër, ta zgjidhim në pushtet edhe të prarasim e të këllpasim të entuziasmum se fitun ato tanët, ata që në dhjesin për sipër, sa një gjoka ju për shtet.